Por ç'është një president sa keni adresuar ose si do ta thëni? Është tepër herët të flasim tani. Sonte do të festojmë dhe jo vetëm sonte. Gëzuar vitin e ri 2026 gjithëve. Ku do festojmë? Por natyrisht që nuk do të vonohemi që ta trajtojmë edhe këtë çështje. Na duhet të bisedojmë edhe me opozitën për çështjen e presidentes apo presidentit të ardhshëm. Por siç e kam thënë edhe mbrëm në një emision në radio televizionin e Kosovës, paraprakisht do të ulem të bisedoj me presidentin aktuale dhe më pastaj do të ndërmarrim edhe hapat e ardhshëm në mënyrë që të ecim përpara bashk, sepse dihet që si për marrëveshjet ndërkombëtare, ashtu për zgjedhjen e presidentit është e nevojshme që të qëndrojnë së paku 80 veta në sallë, edhe nëse votojnë kundër, dhe për këtë do të na duhet të bisedojmë, por ky nuk është as hapi i dytë, është hapi i tretë, paraprakisht certifikimi i rezultateve që do të na bëjë të qartë përbërjen e saktë të legjislaturës 10 të konstituar